ai portali tjetër. Edhe kemi montu me telefon, kemi gjiru, kemi bo video ingjizimin atë natë. Edhe lajmërova në Facebook, thashtë dhe me thonë, prej aty ku isha dola prej pune, ama ju të vërtetën e video ingjizimi do t'a keni. Edhe unë montu me këtë djalin edhe stafin e ati, ma dha krejt televizioni në dispozicion mu, ta realizoj. E realizu, e postu mbrëmje. Postimi ati videomateriali ndryshoj komplet rjedhan. Filloj gjykimi. Jo gjykimi, shqyrtimi, dhe me thoni fakteve treja. Si video ingjizimin e morën tani si fakt. Unë bënë në kuvend, filluan të flasin deputetet, njërës të byrove, filluan, dhe më thonë, shteti unë ngrit në kam, organizu një protest, dhe më thonë, aju ishte dhe caku kryesor. Edhe ne kër e bënim këtë videomaterial, unë thëja, po venja një emër këti videomaterialit, edhe i montajeri tha, po këtë videomaterial është pa cenzur. Venja një emër pa cenzur. Aty lindi... venja një emër pa cenzur. Tha që ta emrojmë dishka të ati njerëzit, që ka del? Venja me të videomaterial pa cenzur. Edhe e ka shru që ashtu pa cenzur, edhe lindi pa cenzur. Gjatë gjithë këtyre vështërsive, ke dyshuar, ke menduar të heqësh dorë nga profesioni? As njerë. Kur njët. As njerë. Mundet që fia hollohet. Hollohet, ama as njerë. Prindi ma ka thënë një diska që e kam përmendur edhe një herë dhe shumë më ka pëlqyer dhe ka qenë si motiv për jetën time. Normal, flasin edhe fjallë të këqia, nuk jam në kretë fjallë miradije në jetën time. Edhe unë kam thënë, kur kam dahim gjitë një herën e parë në skenë, edhe kam dëgju diçka të keqe, kam thënë, jo të gjithë flasin mirë për mua, ka thënë, okej, nuk ka lidhje, në këtë stat ti mundesh ta përbalosh, si e fort. Ato edhe nëse i vinë shpi edhe bën mantije, prap do të flasin, i kishte komshit, i kishte të mira, si kishte të mira, i boni mirë, si boni mirë. Gjithmonë flasin keq për njerëzit, ato flasin keq për Zotin, që i ka krijuar e mohojnë, dalin e kundërshtojnë, s'flasin keq për ty. Nuk ka asnjë lloj problemi. Vazhdoj rrugën tënde, në këtë profesion ka pak, atëherë ose të mos themi shumë pak në Maqedoni. Vazhdoje, kjo është betejë yte. Unë mendoj se ti je përkat. Edhe gjithë kohës i kam këto mende. Okej, unë jam përkat. Nuk mund të hollohet kur shoh se nuk shkon, pavarësisht ama nuk është ndjenje mirë kur të largojnë nga puna. Shumë e keqe. Çfarë ndjesi kishe ti? Shumë e rëndë, shumë e keqe. Vetëm një diçka, edhe kur me ke larguar disa nga puna, kam takuar një bashkëpunëtori, kam thonë, shumë ndjehem keq, jam tok për brenda, shumë jam e revoltuar. Më ka thënë, ti nesër do t'i falenderosh të gjithë to që të kanë larguar nga puna, sepse ndoshta këto nuk janë për ty. Ishte besimtar shumë i lartë për i Zotit. Thash, okej, ja ku e kam momentin, t'ju thëmë krejt, faleminderit që nuk më keni pranuar, dhe kisha qenë një administratore e thjesht, dhe t'kisha ndejt aty në administrat. Faleminderit që nuk kam pas vend askundi, sepse kam... Faleminderit që t'kanë qitë prej punë. Faleminderit shumë. Tani, i falenderove. Po e ke përjetu, të më thonë. Përjetimi është shumë i keq. Je kërsnu, vazhdimisht. Cili ka qenë kërsnimi ma serios që ke marrë dhe që... Do është ta ka pak të ka bë me u friksu? Kur kam qenë shtatzën me vajzën, e kemi raportu për një rast shumë